Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet dhe thashë themet në fakt më të fundit që kanë të bëjnë me Big Brother VIP Albania. Po përflitet jashtëzakonisht shumë Big Brotheri, kam patur pyetje Tiron si mendon, kush mund të jetë opinionisti, kush mund të jetë moderatori dhe kush do të jetë moderatori i fan club. Tani do me thënë, Bigu i ri, duke që po vjen me shumë risi, do të ketë personazhe të cilët do të na bëjnë ta përqafojmë ekranin televiziv, që në kupton do me thënë të rrim 24/7 pranë ekranit. Unë e di që janë ca personazhe shumë të veçantë, do me thënë vetëm ka filluar më përzgjedhja e banorëve të kastit, se kush do t'jenë banor të këtij kasti. Janë banorë të cilët kanë bërë revolucione në për tregun artistik, kanë bërë revolucione në për tregun muzikor dhe na kanë dhënë një energji vërtet fantastike. Do të ketë artistë të ndryshëm, nga këngëtar, moderator, influencer, dhe do me thënë është një cast fantastik, është një cast që do të na dhurojë vërtet energji të mirë, është një cast që do të na dhurojë vërtet energji të bukur. Tani në këtë castin, pjesë e këtij casti është Ledion Liço si moderator, do me thënë Ledioni do të vazhdon të jetë moderator i Big Brother VIP Albania 6, rrugtimi i tyre do të vazhdon, me patjetër që nuk do ndryshohet Ledioni. Pjesë e castit do t'jetë edhe Arbër Hajdari, do me thënë Arbri do t'jetë pjesë e opinionistit, edhe pse në fakt dëshira e Arbrit nga informacione brënda produksionit ka qenë që këtë vit të mos të jetë pjesë, por nga dashuria e madhe e publikut, nga respekti i madh i publikut, Arbri nuk është se ka mundësi që t'i ikën këtij rrugtimit dhe ka me patjetër në fakt që të vazhdon të jetë pjesë e këtij castit. Në dilemë është Monika Kryemadhi për të qenë edhe njëherë pjesë e castit, edhe Selin Bollati, por duke e ditur se çfarë kimie dhe çfarë rruge ka krijuar Arbri dhe Monika, unë jam i bindur që produksioni edhe këtë vit do ta çojë Monikën, sepse Monika ishte ideale për opinioniste. Do me thënë Monika, Arbri kanë bërë vërtet një Big Brother jashtë dhe kanë dhuruar vërtet një Big Brother jashtë dhe kanë bërë këtë gjën ideale. Kjo është fakti që Monika dhe Arbri din të dhurojnë një energji shumë të mirë. Nga ana tjetër, do me thënë, kemi Selin Bollatin, e cila përflitet që do tjetë moderatore në fan club. Do me thënë, deri më tani këto janë lëvizjet që janë bërë në Top Channel, por të shohim në vazhdim. Dua të marrë mendimin tuaj si u duket ky kombinim.